Përfaqësuesit e 74 familjeve, banesat e të cilëve pritet të shëmben në kuadër të projektit TID për rehabilitimin e zonës historike të Durrësit, këtë të mërkur protestuan para bashkisë, teksa më pas zhvilluan dhe një takim me zyrtarët e këtij institucioni. Bashkia e Durrësit, sipas përfaqësuesve ligjor të banorëve, ja hedh topin Ministrisë së Kulturës dhe janë shprehur se do të ketë një rishikim të projektit për të kontrolluar dhe një herë banesa që janë në listë për të shëmbur. Gjithsesi, me sa duket, përgjegjësia, s'po themi i lihet, por kryesorja është tek Ministria e Kulturës. Ministria e Kulturës, sipas bashkisë, do të vazhdojë, do të sjellë grupin e punës për të evidentuar, për të shikuar edhe një herë të gjitha pronat e projekteve, sidomos projektet pronat tona të pretenduara që janë vënë gabimisht për prishje. Ju pretendonit mungesë informacione, tashmë jeni të informuar pas këtij? Ne pretendojmë dhe e vërtetojmë, jo vetëm gojarisht, por edhe në procese gjyqësore, që në objekte të cilat sidomos ato që janë dhënë për prishje, nuk ka projekte fare. Pra kjo është një punë e dobët. Unë insistoj dhe grupi jon insistojmë që nuk është vetëm e Ministrisë Kulturës, por dhe institucioneve bashki dhe të gjitha atyre që kanë dhënë databasin për këto projekte. Banorët shprehen skeptik për këtë qendrim të Bashkisë Durrës, duke theksuar se duan t'i manipulojnë për efekt të zgjedhjeve lokale, teksa zotohen se protestat nuk do t'i ndalin. Atëherë ne jemi banorët, kemi 8-9 muaj që insistojmë ke bashkia. Me fjalë që gënjejnë se janë zgjedhjet edhe borin qetësi, t'i harrojnë. Ne këtu na kanë përdit të ma bjen në shtëpi mu me që do dalin, të vinë ke shtëpia ime, ta shohin se unë s'jam lajmëru, si e kanë matë shtëpinë time, e kanë ngritur me dron, e kanë matë nga jashtë, shtëpia ime me dokumenta unë se leta prishje para. Atë dokumentin e prishjes e kanë zyrtare e zonja. Këto janë fjalë të bukura, të urta, që ti thot nën kryetarja, unë në kryetare nuk e konsideroj në kryetare, konsideroj për të shuar zjarin. Nga ana tjetër, banorët shprehen se po bëhen legalizime selektive të mbështetësve të Partisë Socialiste në këtë zonë, që kur të shëmben banesat të kompensohen.